Ditët e ngrohta të kësaj faze të pranverës kanë sjellë një vërejshim të madh të turistëve të huaj dhe vendas në Bregdetin e njohur të Durrësit, të njohur me emrin e lashtë Tavlantja. Nga pamjet që po sjellim, edhe figurës ikonografike të këtij Bregdeti tashmë, peshkatarit, i kanë ardhur vizitorë të shumtë, madje deri nga Afrika. Por problemi shqetësues si zonave piktoreske të Durrësit mbeten investimet e miniatura heret dhe të zvarritura e të tejkaluara në afatet e përfundimit. Gjithë verën e kaluar, punimet në këtë zonë u zvarrisën. Fillimi i gërmimeve dhe lënja pa i mbaruar shkaktoi shqetësime për bizneset dhe vizitorët. Në këtë zonë janë bërë 3 ndërhyrje që tregon dhe mungesë vizioni për Bregdetin. Edhe në vitin e kaluar ishte caktuar një afat 8 mujor, por sikurse shihet, punimet tashmë kanë rifilluar këtë sezon pranveror, duke sjellë anarshi në lëvizje qoftë të ambulancave dhe këmbësorëve. Këtu po bëhet një investim prej 366 milion lekësh, por dhe problemet duket se nuk po mbyllen me kaq. Shqetësimi është se ku do të kanalizohen ujët e lokaleve dhe hotelerive të zonës. Për këtë përgjigje ne jep një prej rrjedhjeve të ujëve të zeza në natyrë që derdhen në det. Fëmijët luajnë në afërsi, pa e ditur se mund të marrin infeksione. Problemet e kanalizimeve në këtë shëtitore, me sa duket, mbeten të pazgjidhura. Kjo zgjidhje ndoshta është shyrë për në kalendat greke, në ndonjë investim të 4, në pikun e sezonit veror të ardhshëm.